Më shumë se 80 fëmijë jetim në qytetin e Elbasanit, Krishtlindjet dhe vitin e ri do mund t'i festojnë si gjithë bashkëmoshatarët e tyre. Stomatologja dhe administratorja e klinikës dentare Shendi Dent, Olesja Duka, ka mundësuar pako me dhurata për 80 fëmijë jetim dhe të shtresave në nevojë në qytetin e Elbasanit. Në një aktivitet festiv me këngë dhe pantonime animatorësh, Olesja Duka së bashku me deputeten e Partisë Socialiste Viskushi kanë shpërndar dhurata e kanë uruar të gjithë fëmijët e familjeve në nevojë për festën e Krishtlindjes dhe të vitit të ri. Emocionet e fëmijëve kanë qenë të mëdha pasi tashmë prej 5 vitesh ata kanë pasur vëmendjen e Olesja Duka dhe deputetes e Viskushi duke u bërë festat e fundvitit të gëzueshme. Tashmë kemi krijuar një traditë shumë të bukur këtu në qytetin e Elbasanit që festat e fundvitit t'i fillojmë me këta fëmijë të mrekullueshëm që më shumë se kushdo tjetër kanë nevojë për më shumë përkujdesje, më shumë dashuri dhe më shumë mbështetje. Unë e theksova dhe gjatë festës që zhvilluam vitin e kaluar, po me këta fëmijë dhe dua ta përsëris edhe sot që festat të tilla nuk shërbejnë thjesht për më shumë dhurata apo për disa momente të gëzuara për këta fëmijë, po sidomos shërbejnë për t'i sjellë këta fëmijë në vëmendjen e shoqërisë, që të sensibilizohet shoqëria që këta fëmijë kanë nevojë për shumë më tepër se sa kaq. Kanë nevojë për mbështetje ekonomike, sigurisht, por mbi të gjitha kanë nevojë për më shumë ngrohtësi, kanë nevojë për të qenë pranë njerëzve, kanë nevojë për të qenë më të shkolluar, për të rritur të shëndetshëm, që në fundit nesër kur të rriten të jenë individ të aftë për veten e tyre, po dhe të jenë individ të dobishëm për shoqërinë. Unë falenderoj shumë përzemërsisht klinikën Shendi Dent dhe mjekën stomatologe Olesja Duka, e cila vazhdon tashmë prej disa vitesh të mbështes këta fëmijë të qytetit e Elbasanit, duke i dhuruar buzëqeshje, duke i dhuruar dashuri. Shumë faleminderit Olesja, dhe ky është një model shumë i mirë për gjithë ne, që me sa mundësi të kemi, dikush më shumë, dikush më pak, t'i mbështesim këta fëmijë, t'i ofrojmë atyre ngrohtësi dhe dashuri. Dhe përfitoj nga rasti, me qenë se jemi në prag të festave, të gjithë fëmijëve, jo vetëm fëmijëve jetim të Elbasanit, po të gjithë fëmijëve të Shqipërisë, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri. 2016 qoftë një vit i mbar dhe i bekat për të gjithë. Pëlqen si qytet, gjithsesi dhe unë i uroj të gjithë fëmijëve mbar Shqipërisë gëzuar festat. Nga ana e tyre, fëmijët kanë falenderuar deputeten e Viskushi dhe stomatologen Olesja Duka që prej 5 vitesh u mundësojnë dhurata për festat. Pakot me dhurata janë shpërndar fëmijëve në prani të prindërve dhe të afërmve, ndërkohë që animatorët kanë performuar së bashku me fëmijët me numra të ndryshëm artistik. Ka qenë kjo një ditë e veçantë dhe që do të mbetet gjatë në kujtesën e fëmijëve.